flasë për zhvillimet politike, e kam fjalën për zgjedhjet e pjesëshme lokale në Tiranë, po duket se ende nuk ka një datë të përcaktuar, pavarësisht asaj të përcaktuar dhe të dekretuar nga presidenti i Republikës data 9 nëntor. Zgjedhje këto që do të mbahen në 5 bashki të tjera të vendit, po nuk do të mbahen në Tiranë. Ama nga ana tjetër, personazhet politike, kam fjalën këtu për zonjën Manastir Liu, e cila vjon fushatën elektorale, përfaqësuese e Partisë Socialiste dhe zoti Florian Binaj, një aktivist dhe personazh i njohur i televizionit, i cili duket se është i pavarur, garon për në këto zgjedhje. Pikës pari, besoj keni ndjekur sot zotin Binaj teksa ka deklaruar se unë vjoj të realizoj takime, jam në teren edhe me qytetarët, i ka kërkuar të gjithë qytetarëve, qofshin ata të majtë ose të djathtë, të mund të bashkohen dhe të votojnë zotin Binaj, po nga ana tjetër nuk ka pranuar që opozita të mund të shoqërojë apo eksponent të opozitës në tërësi të mund të shoqërojnë atë përgjatë fushatës elektorale. Si do të mund të mbështesni ju zotin Binaj? Kjo është një zgjedhje individuale, përderisa Partia Demokratike mori një vendim për cilën të mbështesë zotin Binaj. Nga ana tjetër është si do ta bëni këtë gjë? Atëherë, jo them unë, jo çdo herë unë kam provuar edhe në veten time të parë, në sensin që edhe kur jam kandidat për deputet, ne ti nuk mund të jesh njëkohësisht në të gjitha takimet që zhvillohen në rang dege. Pra është e pamundur për intensitetin dhe kapacitetin shumë të madh lëvizjes apo kohën shumë të shkurtër për të cilën flitet dhe takimet janë kaq intensive se kupton dot. Se mos Tirana një që nuk i takon do 1 milion njerëz, edhe sikur të vijnë në radhë ata për të takuar ty për ditë, nuk ke shanse me taku. Kështu që çfarë ndodh? Strukturat e Partisë Demokratike, degët e Partisë Demokratike, paralelisht me zotin Binaj bën atë krahasitjen, bën atë zmontimin e takimin me njerëzit, me demokratët, për të vënë punë aparatin partijak, ndryshëm ose që ata shohet në një farë mënyre paralelisht, po jo me prezencën e zotit Binaj, që për të njëjtës ide, pra për të zgjedhur kandidatin e opozitës, ata që opozita ka zgjedhur mbështesë. Kjo është një zgjedhje e zotit Binaj. Jo çdo herë është e mundshme, këtë e them sepse ndonjëherë strukturat nuk kuptojnë që pse nuk do të jenë pjesë, pavarësisht se zoti Binaj ka mendimin e tij. E keni përqafuar ju si opozitë këtë vendim të zotit Binaj për të mos ju bashkuar fizikisht, e kam fjalën, dhe daljes në fushat krah për krah me të në takime qytetarët? Përderisa e përqafoi kryetari i partisë, patjetër që edhe pjesa tjetër e strukturës ka dhënë mesazhin, pra mesazhi që ka dhënë kryetari i partisë ka qenë mesazh për gjithë strukturat, që ne do të mbështesim kandidaturën e zotit Binaj dhe duke lënë atij dhe mënyrën se si do të bëj fushat, kështu që pavarësisht se ka një lloj skepticizmi, nuk kanë gjithë njësoj apo e mendojnë njësoj apo gjykojnë njësoj, mund të ketë siç ka pas një entuziazëm patjetër për zotin Binaj, mund ka pas dhe njerëz që ndoshta nuk kanë prit zgjedhjen, por dhe nga ana tjetër dhe zgjedhjet e tij zotin Binaj më voshme ndoshta ka pas, por ka mirë kuptuar zgjedhjen e tij. Kështu që unë mendoj që në veçantë ka qenë një prurje mirë, prurje për cilën ka pasur entuziazëm krahasim me që mund të ishte një prurje tjetër për sa i përket jashtë Partisë Demokratike, kështu që mendoj ndoshta ndonjëherë janë zgjedhje individuale apo ku diun, janë zgjedhje të cilat çdo kandidat ose kur ke një kandidat pavarur edhe në një farë mënyrë i kushtizruar që mos i prish atij dhe atë çka ai program. Pavarësisht agjenda jonë është fitoria e partisë, fitoria e opozitës, ta quajmë jo Partisë Demokratike, por e opozitës. Pra mundja... Po pra, dakord, po zoti Binaj nuk është përfaqësues i Partisë Demokratike dhe as i opozitës, është një kandidat i pavarur. Dhe kjo më bën mua t'ju bëj pyetjen, ju nuk keni asnjë kandidat tuaj që të mund të garoni në këto zgjedhje? Atëherë, edhe një herë për të kuptuar, ne si opozitë po mbështesim kandidaturën e zotit Binaj, kështu që te kjo punë zoti Binaj ka kjo ka ardhur organike sepse keni kuptuar se një kandidat politik i dal nga opozita ose edhe nga Partia Demokratike nuk do të mund t'ia dilte përballë Partisë Socialiste, flasim jo zonjën Manastir Liu. Atë kjo e para njerë nuk është e vërtet, por numrat, pra nuk është se ne nuk kemi kandidat, ka kandidat sa të dush, por ka një lloj specifike. Emra ka, më patjetër që ka sa të duash, problemi është të ketë emër që mund të garoj seriozisht, po emra pa diskutime, jap dhe unë emrin tim që nesër edhe...
Po ti si e Partinë Demokratike, s'ke tesë nëse do aderoje, çon si. Shikoj që shikon pra, jo nuk aderon dot kaq kollaj, se ka dhe atje ca strukture që vendosin. Dakor, atëherë ju si opozitë nuk keni një përfaqësues tuaj. Pra, nuk po garoni me një kandidat tuaj. Po këtë e di dhe edhe Bufi tani pse më bën këtë pyetje kur të themi që ne po mbështesim një kandidat pavarur dhe ta thash dhe për ta vazhduar përgjigjen, patjetër që do ta them me këtë përgjigje, humbja e tij nuk mund mos quhet dhe humbje për opozitën. Pra, nëse do të fitoria ku ti delegohet nëse fiton? Absolutisht i delegohet atij në veçantë dhe me mbështetjen e gjithë opozitës. Pra gjithë spektrit që sot është në opozitë me majorancë. Shiko çka ka një gjë, po të numërosh numrat që kanë Tiranë, deputetët po ti marrësh, ka 19 Partia Socialiste dhe 18 gjithë spektri tjetër që nuk është sot në kushte bashkë me majorancën, apo jo. Pra ne kemi bërë thjesht këtë që gjithë kjo përpos mënyrës, pra asaj që hajdutërisë dhe qenies në burg të pjesë më të madhe të bashkisë, për hir të vërtetës se është dritë për diell kjo, pra kanë hyrë nga kryetari i bashkisë, 5 datë, zhat, 40 zhat, gjithë brenda burg, pra ka një lloj maskarade, një lloj hajdutërie dhe makuterie ajo bashki. Për të dhënë këtë mesazh, ne do të kemi mesazh përbashkues, pra të gjejë një kandidat i cili do të mblidhë gjithë faktorët apo spektrin opozitar, sepse duhet thyer për sa i përket kandidatura për Tiranë, pra duhet marrë Bashkia e Tiranës. Kjo ka qenë ajo që ka çuar opozitën, sepse kemi menduar që për te vetes kemi nevojë për të marrë dhe votat e gjithë spektrit madh që nuk mendojnë si PD-ja, po janë sot në krah PD-s në opozitë. Humbja e zotit Binaj, nëse nuk i urojmë askujt humbjen, po